festimin para jush? Atëherë, festimin e kam takuar shumë rrallë një jetë, por kemi patur një marrëdhënie shumë të mirë, por që mendoj se nuk do ishte kur jaftë ta... Nuk do të ishte jaftë. Mendoj që ishte një njeri që shpërnate shumë mirësi edhe ishte gjithkohës i mirë me të tjerët, ishte i lumtur, i qesur, por nuk e di çfarë mund të ketë qenë që... Pra Aleksi, ti nuk e beson dot atë që ka ndodhur? Realisht, në momentin që e kam marrë vesh, kam qenë i shokuar, edhe pse festimin kisha rreth një vit e pak pa e takuar. Dhe ishte diçka shumë e rëndë kur e dëgjuam të gjithë, dhe të gjithë njerëzit që bashkëpunonin me të dhe e njihin nga ana profesionale ishin të shokuar. Por në fakt na tha që viteve të fundit se keni takuar shpesh, në mbase memoaret e tua, kur ka qenë ai komunikimi më i thellë që keni pasur ju të dy, mbase kur edhe keni folur pak më shumë se ç'duhet, qoftë për emocionet, qoftë për ato që gjithë secili i mbartin brenda nesh? Me festimin më shumë kam ndarë anën time profesionale se sa personale, dhe të them të drejtën, nuk mendoj që një njeri aq kreativ dhe aq i lumtur me botën e tij të brendshme do ishte... Po, a i ke takuar ndonjëherë, Alex, i ke takuar ndonjëherë bashkë me Rinën? Ja. Si ke takuar të dy bashkë asnjëherë? Në rregull. Në fakt, ne kemi parë që bashkëshortja e tij pra Rina, vajza e cila ka mbetur e plagosur, për fat të mirë jo me plagë të mëdha, ka qenë shumë aktive në rrjetet sociale. Ekipi Kosova Today ka dëgjuar një për një video që ajo ka publikuar në rrjetin e saj TikTok, dhe vetëm pas pak do të sjellim një përmbledhje të gjithë asaj që ka bërë Rina në TikTok. Aty ka ndarë detaje duke nisur nga njoja që ka pasur dhe si ka nisur njoja me festimin. Në anën tjetër, reagimin e familjes së saj kur i kishte treguar për festimin, një tatuazh që mbante në krahun e saj, e që natyrisht ka një domethënie më thellë nga ajo që shihet nga jashtë, që taktoi dhe sjellim vetëm pas pak. Atë vetë natyrisht një ngjarje që patjetër përpos komunitetit artistik ka tronditur gjithkë, një djalë që në shikim të parë duket të jetë gazmor, si që tha dhe Aleksi, sepse ka njohur nga afër edhe shumë kreativ, një njeri plot ngjyra. Zakonisht tek vetvrasjet, unë po folim përgjithësi për fenomenin, pasi që neve nuk kemi të konfirmuar asgjë, po duke marrë parasysh jo vetëm vetvrasjet, po edhe vrasjet, edhe dhunën, e cilat përdorimi substancave narkotike, cilat janë rritje në vendin tonë, gjitha këto janë tregues si neve kemi probleme me shëndetin mendor si shoqëri. Edhe ajo çfarë sjell të problemet shëndetit mendor janë traumat, ngjarjet që neve kemi kalu. Por zonja Atifete, në këtë pikë, neve na intereson më shumë se cilat janë sjelljet të cilat i manifestojnë personat që janë kandidat potencial për të kryer vetvrasje, dhe në bazë të atyre sjelljeve mund ta gjejmë pastaj nëse njëti ka pas probleme të tilla, domethënë çfarë lloj sjelljes manifestojnë ata persona që janë pretendentë. Praktikisht nuk e dim jetën e tij, nuk e dim fëmijërinë e tij, e cila është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Po pikërisht për këtë arsye nuk ju pyeta për rastin konkret, por ju pyeta si fenomen. Cilat janë ato simptomat të cilat na japin personat që kanë... Nganjëherë këto dy persona me sjellje ekstremet ndryshme. Një pjesë e tyre është shumë e qeshur, edhe ajo është si mburoj prej asaj boshllëku që ka brenda, edhe një arsye shumë e vogël ndoshta, ai nuk ka me pa zgjidhje edhe nuk ka me pa rrugdalje, edhe një ndër vendimet që merr është vetvrasja. Po njëkohësisht është edhe një kategori tjetër e cila është shumë e mbyllur, nuk komunikon, por zakonisht të vetvrasjet në përgjithësi nuk është se ka shenja shumë të dukshme, edhe nuk është se mundemi qaqëllit me detektu një person i cili mendon ose ka tendenca për vetvrasje. Pasi që problemet të shëndetit mendor janë edhe shenjat janë shumë të komplikume. Prandaj duhet vërtet me qenë shumë i vëmendshëm edhe kogja me njoft fushën për me i po shenjat e cilat jo gjithmonë të jenë të njëjtat e secili individ, se ato përshtaten me personalitetin edhe me karakterin e individit. Kështu që është
kogja problematike, por neve ata që ka munden mas mirë ti me detektu